Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kura natyrale me vaj ulliri dhe kamomil, që po habit edhe mjekët me efektin që ka. Kamomili është një bimë e cila është rritur që në lashtësi dhe është përdorur në receta dhe në trajtimin e komplikacioneve të ndryshme shëndetësore. Vetit janë të shumta, duke filluar që nga problemet e lëkurës e deri te problemet e enëve të gjakut. Një studim i ri sugjeron se kamomili mund të përdoret edhe në rritjen e niveleve të sheqerit në gjak dhe mund të ndikojë pozitivisht në një sër aspektesh të shëndetit tuaj të përgjithshëm. Ekspertët këshillojnë përdorimin e recetave të tij në shëndetin tuaj, duke marrë kështu edhe vlera më të kënaqshme shëndetësore në menaxhimin e këtyre problemeve. Diçka e tillë ndihmon edhe në parandalimin dhe lehtësimin e komplikacioneve që sjell edhe sëmundja e diabetit. Lulet e kamomilit janë përdorur për çajra qetësues për të luftuar ankthin, madje edhe për të lehtësuar problemet e stresit. Në këtë video do të mësoni një recetë me 2 përbërës që mund të gjendet fare lehtë edhe në kuzhinën tuaj. Vaj me lule kamomili mund të ndihmojë gjithashtu edhe në sistemin tuaj kardiovaskular, citon health.com. Ai lehtëson qarkullimin e gjakut dhe për personat që kanë ngurtësim të qelizave të gjakut, siç është tromboza, përshpejton procesin e oksigjenimit të tij. Por si të përgatisni këtë recetë me vaj dhe me lule kamomili? Për të bërë këtë recetë mund të përdorni lule kamomili të thata ose edhe të blini në farmaci bimore kamomil, ose ta përdorni gjithashtu edhe kamomilin e freskët. Nëse përdorni kamomil të freskët, duhet të këpusni lulet nga pjesa tjetër e bimës. Gjithashtu, mund të përdorni edhe kamomilin e thatë. Në një kavanos të madh qelçi, shtoni gjysmë litri vaj ulliri dhe më pas shtoni 3 deri në 4 lugë të plota me lule të kamomilit. Këshillohet që me ndihmën e një luge t'i përzjeni mirë përbërësit në mënyrë që lulet të jenë zbutur plotësisht në vaj. Më pas e mbyllni kavanozhin për 2 javë, në këtë mënyrë lulet do të lëshojnë enzimat e tyre të vaji i ullirit. Por si të ruani dhe të konsumoni lulet e kamomilit më pas, pasi keni përgatitur dhe këtë recetë. Pasi të ketë kaluar 2 javë, e kulloni lulet e kamomilit dhe vajin e hidhni në një enë preqelçi. Të përbërja e ruani në një vend të freskët ose në derën e frigoriferit. Këshillohet që ta konsumoni një lugë gjelle esëll në mëngjes, në mënyrë që të përshpejtoni sistemin tuaj imunitar dhe të lehtësoni gjithashtu edhe problemet e yndyrnave të larta në trup. Kamomili është një bimë e veçantë që përdoret në mënyrë tradicionale prej mijëra vitesh, si për të qetësuar dhimbjet e barkut, ashtu edhe për t'i sjellë trupit përfitime të mëdha ushqyese. Ajo është konsideruar si një bimë mjaft e sigurt dhe mund të kombinohet edhe me bimë të tjera. Mjafton të mos e teproni dhe vlerat e tij në organizmin tuaj do të jenë nga më të larmishmet. Megjithatë, si me çdo produkt tjetër të kombinuar, vështirë të thuhet se çfarë përfitimesh vijnë nga secila bimë. Por është të parë se kamomili është i përdorur edhe si ilaç bimor për të lehtësuar shqetësimet e stomakut, urthit, problemeve të imunitetit, si dhe për të sjellë rezultate të kënaqshme në çdo aspekt të shëndetit tuaj. Kamomili mund të lehtësojë gjithashtu edhe problemet e të përzierave të vjellave dhe të lehtësojë gjithashtu edhe problemet tuaja imunitare. Shpërlarja e gojës me kamomil mund të lehtësojë plagët e gojës të shkaktuar nga trajtime të ndryshme që jeni duke përdorur. Disa ulëntime tregojnë se kamomili mund të ndihmojë edhe në raste të tjera, si për shembull kur bëhet fjala për diarrenët e të vegjëlit ose për hemoroidet, problemet e ankthit, madje edhe shqetësimet tuaja të pagjumësisë. Kamomili është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese dhe përdorimi i saj në dozat e duhura gjithashtu mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për organizmin tuaj. Disa studime kanë treguar se mund të jetë efektiv edhe të përdoret kundër shqetësimit të ekzemave. Duke ditur rëndësinë e veçantë ushqyese që ai do të ofrojë, do të jetë një zgjidhje e shkëlqyer në këtë aspekt. Por si mund të merrni kamomilin? Nuk ka ndonjë dozë standarde se sa kamomil duhet të përdorni, por studimet kanë treguar se 400 mg deri në 1600 mg kamomil mund të përdoren në forma të ndryshme, por jo në doza të tepërta gjatë gjithë ditës.
Kamomili mund të merret gjithashtu edhe në mënyrë natyrale nga ushqimet. Lulet e kamomilit janë një përzierës i zakonshëm i çajrave dhe kështu do të merrni gjithashtu edhe përfitimet e tij më të mira në këtë aspekt. Kamomili mund të ketë ndërveprime me një sër ilaçes, por në këto raste, nëse merrni medikamente të caktuara përpara përdorimit, konsultohuni më parë me mjekun tuaj. Sipas ekspertëve, çaji i kamomilit mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin tuaj, dhe sipas Bright Chai do të rendisim disa nga përfitimet dhe rastet ku çaji i kamomilit mund të jetë një zgjidhje praktike me shumë përfitime në dobi të organizmit. Ai është një zgjidhje shumë e mirë kundër dhimbjeve tuaja të stomakut. Çaji i kamomilit është një recetë ideale për dhimbjet e stomakut sepse e përmban substanca që luftojnë inflamacionin. Pijeni çaj në mëngjes dhe në darkë kundër dhimbjeve dhe mund të nxjisë gjithashtu edhe qetësimin tuaj të gjumit. Pini një filxhan me çaj kamomilit 30 minuta përpara se të shkoni në shtrat. Çaji ka efekte qetësuese në largimin e shqetësimit, të cilët ju lënë pa gjumë, duke sjellë rezultate më të mira në këtë aspekt. Çaji i kamomilit është një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër shqetësimeve tuaja të migrenës. Sapo të ndjeni gjithashtu trokitjen e parë të migrenës, pini një çaj kamomili. Është i rëndësishëm të pihet çaj kur dhimbja sapo ka nisur dhe jo kur është në kulmin e vet. Zorët tuaja gjithashtu do të përfitojnë nga pirja e këtij çaji. Çaji i ngrohtë i kamomilit është një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër dhimbjeve të stomakut dhe zorrës së irrituar, që mund të sjellë gjithashtu një qetësim më të mirë të sistemit tretës edhe në lehtësimin e këtyre shqetësimeve. Nëse doni një imunitet më të fortë, atëherë këshillohet të pihet edhe çaji i kamomilit. Nëse prekeni rregullisht nga e ftohura, gripi ose nga problemet virale, atëherë një filxhan me çaj kamomili në ditë mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për organizmin tuaj. Në këto raste, ekspertët këshillojnë vazhdimisht pirjen e këtij çaji në dietat tuaja, që mund të sjellin rezultate të shkëlqyera për imunitetin. Nëse doni të shpëtoni gjithashtu edhe kundër të djegurave, çaji i kamomilit mund të jetë një aspekt i mirë ushqyes në këtë rast, që mund të sjellë rezultate të shkëlqyera. Gjithashtu, qytetrimet e lashta e përdorin kamomilin për të lehtësuar plagët dhe për të lehtësuar djegjet e lëkurës. Përdorni çajin në kompresa dhe vendosni atë në zonën e lëmtuar të lëkurës për të sjellë lehtësime të shumëpritura. Çaji i kamomilit mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë gjithashtu edhe kundër problemit të rrathëve të zi. Përdorini çajin e kamomilit kundër rrathëve të zi. Ky çaj do të largojë gjithashtu edhe ngjyrën e zezë poshtë syve, të cilat mund të shkaktohen gjithashtu nga lodhja ose shqetësimet stresuese që mund të keni si problem i shqetësimeve të pagjumësisë. Çaji i kamomilit mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë gjithashtu edhe për zbardhjen tuaj të lëkurës, që mund të sjellë rezultate të shkëlqyera në këtë aspekt. Kamomili e ushqen dhe zbardh lëkurën tuaj. Zjeni 2 bustinat organike të kamomilit dhe qëndroni sipër avullit të saj për të marrë edhe lehtësimet e duhura. Kështu do të lehtësoni gjithashtu edhe nxirjen e lëkurës. Çaji i kamomilit parandalon aknet. Kamomili është përplot me antioksidantë të rëndësishëm, të cilët mund të sjellin edhe zgjidhje mjaft të lehtësuese në këtë aspekt. Kamomili është përplot me antioksidantë që luftojnë kështu shqetësimin e radikaleve të lira, rrjedhimisht ai rekomandohet kundër akneve dhe prapjes së poreve dhe largimit të bakterieve. Çaji i kamomilit është një zgjidhje shumë e mirë gjithashtu edhe për problemin e engjëve. Pini disa filxhan me çaj kamomili për të qetësuar edhe dhimbjet e muskujve dhe bëni kompresa me çaj të kamomilit, për të sjellë kështu rezultate të kënaqshme në çdo aspekt të shëndetit tuaj. Çaji i kamomilit mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë kundër irritimit të lëkurës, ndaj edhe ekspertët sugjerojnë përdorimin e tij. Vëmendje, jo bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.